Tani mu më duhet i përpambetur, thënë drejtën. Fakti që ti del me cash dhe bën atë. However, kush vendosi ta publikon dhe kush? However, e ka na vetë atë. Ato çelëra të shë, ka. Jo, ai që e ka filmuar valla. Ndonse më duket pak e përpambetur Denis. However, football is back. Për aq kohë sa ato bonuse janë deklaruara, në mënyrë se si është do të thonë kanë ecur me teorinë sepse ajo duket që ishin gjë ndërtuar, do të thonë aty ka qenë kamera, do ka qenë një aktrim shumë i mirë i gjithë asaj i pjesës, ka edhe është shpërndar, ajo është shpërndar ka qenë sponsorizuar për të shpërndar. Po, se ka bërë na brenda. Fillimisht është shpërndar në media italiane, do të thonë unë pyeta pak ata që merren me algoritmet dhe këto, dhe ata kanë lidhje, do të thonë presidenti Dinamo ka lidhje me pjesën e Italisë, është shpërndar në media italiane dhe pastaj nga media italiane është marrë në gjitha këto media të tjera. Synimi cili ishte që tregojmë që kemi lekë. Synimi ishte që pikërisht për të komplekset e identitetit dhe për të krijuar identitet. Problemi është që po e them me dy fjalë. Do thonë, unë nuk më njeh asnjëri për shembull në Tiranë. Nuk më njeh asnjëri. Do thonë, unë nuk mund të bëj një vrasje tani që të njohin njerëzit, ose varet edhe për çfarë të njohin. Edhe mund ta bësh. Pra, më mirë të ngelen në anonimatin tim, sesa të njohin për diçka jo të mirë. Kupton? Pra, unë dua të më njohin. Po kur ty të krijohet kompleks dhe do të thonë kompleks kjo gjëja, pastaj do me çdo mënyrë që të njihesh. Po jo more se anonimati do të thonë është më i mirë se sa njohja për keq. Ajo që një gjë pa shije dhe pa klasë, dhe ishte një gjë as pak dinamovite. Ajo gjë që ndodhi aty do të thonë. Dhe këtë e them si tifoz tani i Dinamos.